Lideri i Bashkimit të Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në një intervistë për ndërkombëtaren Der Standard ka thënë se rifillimi i dialogut mes palëve nënshkruese të marrëveshjes së Pergjinas është rrugdalja e vetme nga kriza politike. Sipas Ahmetit, nëse presidenti Gjorgji Ivanov tërheqi vendimin për falje, partitë duhet që sa më shpejt të ulen sërish në një tryezku në të mirë të vendit, do të rifillojnë bisedimet për gjetjen e një zgjidhje për krizën politike. Ahmeti është shprehur se dialogu mbetet jetik për tejkalimin e krizës, e cila nuk duhet lejuar të thellohet në asnjë mënyrë pasi thellimi i krizës nuk do t'i kontribonte as pak të ardhmës së vendit. Ka 14 muaj që unë e kam thënë se Ukraina nuk është larg nesh, e kam thënë që duhet të punojmë bashkërisht për të dalur nga kriza politike dhe të thellojmë marrëdhëniet ndëretnike. Megjithatë, në atë kohë shumë politikanë morën fjalët e mia si shaka. Gjërat nuk ecin në drejtimin e duhur dhe nuk besoj që problemi ekziston vetëm në Maqedoni. Kriza është edhe për te Maqedonisë. Palët duhet të takohen në Shkup si vend ideal për vazhdimin e bisedimeve dhe patjetër të mbahen në patronazhin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Incizimet e publikuara kanë ardhur nga persona që më parë kanë pasur kontakte me incizimet. Këta të fundit kanë kaluar në përduar të personave shumë të papërgjegjshëm. Ka gjasa që ato ndodhen në tregun e zi. Ato mund të shiten në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, Serbi ose edhe në Turqi, ka thënë Ahmeti. Prapë Ahmeti nuk përjashtoi mundësinë që gjendja në vend të tensionohet dhe asnjë skenar nuk duhet përjashtuar si i pamundur.